Territori shqiptar për datën 28 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me mot të kthjellë dhe temperatura të larta në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë pasdites në zonat malore lindore dhe juglindore, pritet të ketë zhvillime vranësirash që mund të sjellin rreshje lokale afatshkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 32 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 12 metër për sekond dhe në bregdet do të ketë momente me erë të fortë deri në 15 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 31 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 29 gradë. Peshkopi 13 deri në 27 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 32 gradë. Durrës 18 deri në 31 gradë. Kavaj 17 deri në 31 gradë. Elbasan 16 deri në 31 gradë Celsius. Berat 16 deri në 32 gradë. Korçë 13 deri në 26 gradë. Vlorë 19 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër 18 deri në 32 gradë. Sarandë 19 deri në 31 gradë Celsius.